Mendoj në formën e parimit më shumë se sa kanë folur, kemi pasur eurodeputetën italiane, Ilaria. Dua të jap qasjen e këtyre eurodeputetëve. Këto eurodeputet nuk janë të gjithë ekstremit. Ja ta përfundoj Rajseda, të lutem, se na dëgjojmë më shumë. Se tani politiku më shumë kupton kur thua dy gjëra se sa kur futet diskutimi. Tani ideja është që eurodeputetët në vetvete kanë patur qasjen e dhënurit të mesazhit që patjetër, kur qytetarët ngrihen dhe reagojnë, ne si eurodeputet mbështesim këtë qasje kulturore sepse BE-ja brenda vetvetes ka qytetar me shpirtin e reagueshmërisë. Ky është mesazhi. Jo se në vetvete eurodeputetët vinë dhe ndikojnë në mënyrë direkte në, po themi, qasjen që do të kenë në qeveritë opozita e një vendi, apo se si do të bëhet vendosja e, po themi, legitimitetit të demokracisë dhe atij shtetit të së drejtës, sepse një autoritet mbikomtar, një institucion mbikomtar, një përfaqësues i një entiteti mbikomtar, nuk e ka të drejtën në asnjë legjislaturë të botës të ndikojë në mënyrë direkte mbi autoritetin dhe mbi legjislaturën e një vendi kombëtar. Kështu që, jo, është vërtet. Prita ta përfundoj. Por, ajo që duhet të ndodhi është dhe refleksioni që duhet vi këtu për partitë ekzistuese politike, opozitare apo edhe Partia Socialiste që është në qeverisje, është pyetja që patjetër në këtë reforma do t'i bëjmë për BE-ja, ato që kërkon këtu në këtë pikë është standardi. Ne duhet patjetër të bëjmë shumë punë për rritjen e standardit të reformimit për afrimit legjislacionit, jo si janë teorike, pritët të dalë aty, për afrimin legjislacionit, çështjet e burokracisë, sepse përpara një muaji apo 2 muaj përpara se të fillonte protesta, kam patur një diskutim me një koleg që thoshte procesi i integrimit është vetëm politik dhe negocim politik dhe geopolitik, dhe I thash jo. Ti nuk te I kalon dot çështjet burokratike të përafrimit të legjislacionit të BE-s. Dokumentojmë dati që të përafrimit të legjislacionit të BE-s, kjo është konkretja. Që ti nuk te I kalon dot procesin e integrimit të Shqipërisë. Si ndikon? Nëse protesta bëhet luftë civile e dhunshme, ndikon procesin e integrimit të Shqipërisë, që do thotë protesta duhet të ruajë, të lutem. Ka ndodhur, 2 ditë ka ndodhur, por le të shpresojmë që deri aty është. Jo. Dhuna, e isha te dhuna, jo te lufta civile. Pra, lutem, më lër ta them deri në fund, lutem, nuk jam për debat këtu. Jemi tek pika që nëse protesta ruan standardin e demokracisë dhe të përfaqësimit, është okay për BE-n sepse mbron të drejtën e qytetarit evropian që Shqipëria duhet ta ketë për përfaqësim dhe për dalje aty për kërkuar të drejtat e veta. Por nëse bëhet e dhunshme dhe jep mesazhin e kundërt, patjetër që do të afektojë procesin e integrimit dhe mund të çojë hapa pas. Ajo ku unë isha dakord kuptimin diskursiv me Arseidën është që në sensin e kësaj që duket se Edi Rama e ka Komisionin Evropian me vete. Ti I ke parë, pra edhe sidomos për shembull Marta Kosi jep deklarata në mbështetje të Ramës vazhdimisht. Po kur flasim për antarësimin, nuk flasim më për punën e komisionit, punën raportuese dhe aprovuese të Komisionit Evropian, flasim për miratimin e shteteve anëtare, shtet për shtet. Dhe unë më parë me zotrin këtë isha duke thënë që sipas informacioneve të mia, shteti motor, shteti numër 1 I Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian vetë. Një nga, ta themi, se janë 3 shtete motor. Ato të treja e përbëjnë, ato janë graviteti I vendimarrjes. Graviteti I vendimarrjes ato treja janë me Gjermaninë krye.